Një 43 vjeçar nga Shkodra u vra me armë zjarri në Toronto të Kanadas. Viktima u identifikua si Paulina Arusha, babai 2 fëmijëve, i cili u gjendi pa jetë në një automjet pranë Victoria Park Avenue, pak para mesnatës së shtunës. Sipas autoriteteve kanadeze, autorët u larguan nga vendi i ngjarjes me një makinë tip SUV me ngjyrë të çelët përpara se të mbërrinin oficerët. Në një konferencë për shtyp të dielën, inspektori Jonathan Rose nga shërbimi i policisë të Torontos deklaroi se motivi i krimit mbetet ende i panjohur. Hetimet vijojnë ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që kanë informacion që të kontaktojnë policinë.